E para, çka kisha thonë me këtë, çka kisha bërë ditën me këtë ligj, qysh e nisët edhe ju, i keni shmang konsultimeve publike për këtë projekt ligj, edhe konsultime të potryezat publike, që këto do të më post ditën me mediat, kanë qenë për tjetër ligj. Unë e kom pa dhe ligjin që i keni dërguar atëherë në draft parë në onda ekonomike, aty flitni për sasi, këtu nuk flitet për sasi, aty flitet për autoritet, tu flitni për bord. Pra, në mos të konsiderueshme dy ligje dallojnë. Nëse flisni se jeni konsultu një herë për këtë ligj, kjo nuk qëndron, se ajo ka qenë ligj tjetër. Edhe dallojnë këto dy sir ligjesh në sërmasash. Pi grumbulloj pyetjet. E para, përveç kësaj, që deshta me bot njoftën për gjithë odat që nuk kanë qenë konsultim publik për këtë ligj. Tjetra, qysh e parasheni pavarësinë e këtij bordi, kur këtë bord e inicion Mindi, pra Ministria, procedurën e rekrutimit, përzgjedhjes edhe i dërgon 5 kandidat. Thot monitorimin e bën vetë bordi, zbatimi thot e bën vetë bordi, metodologjinë e bën vetë bordi. Tash qysh është pavarësia e këtij bordi, edhe plus nuk e keni caktuar sa shpesh ky bord i raporton kuvendit. Pra gjithçka varet në këta 5-6 njerëz që i zgjidhni ju, edhe sekretariati thotë është i vetë bordit. Tash ju e keni pa shumë mirë se qysh është shqetësimi im është qysh gjithë kjo mundësi e ndërhyrjes në treg varet nga disa persona, edhe çka është me rëndësi në këtë pavarësi që ja keni dhënë vetit me këtë ligj, e që është mund të jetë rregull për ta bëj pyetje, të ditë se çfarë përvojë ki 10 vjet mbas 10 vjetë vjen në këtë ministrinë, edhe pse opozitë po mendoj parti tjetër unë vlerësoj përvojën që ki, qysh e përcakton mazhën kur vet ninin për mazhë, ju nuk fletni për mazhë. Tash, unë mos e keq kuptoni këto me thonë që opozita pja ka gojlën tregtarëve. Unë e kam gojlën tjetër kënd. Qysh jeni të dishme përcaktu çmime, edhe sa po ruhet konsumatori me anë të këtij çmime. Për mi përmbledh mos me të habit, konsultimet publike nuk i keni bërë për këtë ligj, keni pas ku sa dush, keni çu ligj tjetër, i në të aprovu ligj tjetër. Pse gjithë këtë pavarësi ja keni dhënë këtij bordi, edhe qysh dëni me përcaktu mazhën. Siç e dini dhe siç tashmë e kemi prezantuar dhe miratuar edhe në qeveri, Ministria që drejtoj në frymën e detyrave dhe obligimeve të cilat i ka si mandat për propozimin e projekt ligjeve politikave të ndryshme, ato të bërit biznes, por gjithashtu edhe fokusin e veçantë në mbrojtjen e konsumatorit, ka propozuar projekt ligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg. Lidhur me këtë, po e paraqes para jush qëllimin dhe rëndësinë në miratimin e këtij projekt ligji. Kjo për faktin se një numër i masave të tjera në ligjin paraprak janë masa që bien drejt për drejt në kompetencë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit përmes ligjeve ekzistuese, më konkretisht përmes ligjit për tregtinë e brendshme. Ndërsa sa i përket vendimmarrjes, për këto masa parashikohet themelimi i një bordi të pavarur për masat e përkohshme për rregullimin e çmimeve, i cili do të emërohet nga Kuvendi i Republikës dhe do t'i raportojë atij, më konkretisht këtij komisioni. Në projekt ligj janë përcaktuar edhe kushtet për emërimin e anëtarëve të bordit, kompetencat si dhe procesi i vendimmarrjes. Projekt ligji ndërlidhet ngushtë me prioritetet e qeverisë së Republikës, duke kontribuar në mbrojtjen e konsumatorit. Gjithashtu, hartimi i projekt ligjit është i paraparë edhe me agjendën legjislative të qeverisë së Republikës, viti 2026-2028, i cili është miratuar edhe në mbledhjen e dytë të qeverisë së Republikës. Projekt ligji është udhëhequr nga Departamenti i Tregtisë, është hartuar në bashkëpunim me grupin punues, i cili në përbërje ka pasur përfaqësues të institucioneve publike që kanë ndërlidhje me zbatimin e ligjit. Po ashtu, gjatë procesit të hartimit, kemi mbajtur edhe tryeza konsultative, me përfaqësues nga odat ekonomike, shoqatat përkatëse që përfaqësojnë operatorët ekonomik të lidhur me produktet themelore dhe të cilat janë subjekt i këtij projekt ligji. Për produktet e importuara me qëllim të analizës së tregut, vlerësimit apo masave, përcaktimi i marzhës apo përcaktimi i çmimit maksimal përfshin çmimin e blerjes së produktit, koston e transportit, të llogaritur sipas legjislacionit të fuqit, detyrimet doganore. Koston e zhdoganimit që përfshin koston e terminalit doganor, shpedicionit, koston e matjes, sigurisë së produktit, si dhe koston tjetër të faturuar lidhur me zhdoganimin e produktit. Ndërsa për produkte vendore, gjithashtu është e paraparë që për qëllim të analizës vlerësimit dhe masës së përkohshme, vendoset kostoja prodhimit, kostoja shpenzimeve llogaritur sipas legjislacionit të fuqit. Do të thotë në kuadër të kësaj merren parasysh gjitha shpenzimet dhe shkohet me një përllogaritje e cila siguron që nuk e dëmton ose nuk e shtyen operatorin të punoj me humbje, por parandalon disproporcionalisht ngritjen e çmimit si rrjedhoi e faktorëve të jashtëm në situata të destabilizimit të tregut.
shumë mundësi në kuvend. Përndryshe, këtu nuk marrë pjesë fare në votim. Jena në vitin 2026, Hua Shqipnis ka kalu mëti, edhe nuk votoj kopje tregur. Faleminderit. Po. Deputetja Janina Ymeri nuk po e lexon nenin 7.